Në kuadër të tetorit roz 2025, këtë të martë në Pogradec u zhvillua marshimi sensibilizues i fushatës kundër kancerit të gjirit. Shumë qytetar, punonjës të shëndetësisë dhe institucioneve të tjera, të rinj dhe të reja nga shkollat e qytetit, të gjithë ju bashkuan këtij marshimi simbol për jetën, për të përcjellë mesazhin e fortë të shpresës, guximit e solidaritetit. Në moton ja vlen të jetosh, gratë dhe vajzat e Pogradecit kanë ftuar gjithëkënd të bëjnë mamografinë e kontrollit të gjirit për të shpëtuar jetë njerëzore, duke i thënë vdekjes ndal. Ne sot bëm marshimin të cilën e kemi traditë që e bëjmë çdo vit. Me moton ja vlen të jetosh. Jeta është shumë e bukur për të gjitha gratë dhe vajzat. Ju bëj thirrje që të kryejnë vetë kontrollin, të paraqiten pranë një mjeku apo infermieri pra qendre shëndetësore dhe njëkohësisht të kryen ekografi dhe elastografi. Ju bëjmë thirrje sapo të vi makina e mamografisë, ato të paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të marrë sistemin e referimit dhe për të kryer vizita. Njëkohësisht nuk është vetëm makina e mamografisë, njëkohësisht është dhe sistemi i referimit nëpërmjet mjekëve të familjes, të cilët mund të kryejnë vizitat në aparatura shumë moderne në Spitalin Rajonal të Korçës. Ky marshim simbolik na kujton se çdo hap ka vlerë, çdo zë që ngrihet për ndërgjegjësim shpëton jetë dhe se kujdesi për shëndetin është dashuri për veten, si në rastet kur vdekja mundet. Pasi bëra një dush, një banjë, dhe kam kuptuar që diçka nuk shkonte në trupin tim. Se kisha një rrjedhje në gjoks dhe u drejtova te mjeku. Dhe sa vajta bëra konsultën me mjekun, direkt më ka për operacion. Kam bërë 3 operacione dhe sot gëzoj shëndet plot. Bëj një thirrje grave që sapo të shikojnë një gjë që në trupin e tyre nuk ka qenë më parë, duhet të drejtohen direkt te mjeku, sepse po u kap në kohë çdo gjë ka shërim. Njësia vendore kujdesit shëndetësor Pogradec falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që bën pjesë e kësaj dite plot energji pozitive e bashkimi për të përcjellë mesazhin çdo ditë vlen për jetën tënde.